e ministër në qeverinë e Sulejman Delvins janë në kuptimin e fisit, janë i njëjti fis, por nuk janë Dega e Petros dhe Spiros e Edi Ramës. Janë fis tjetër. Edhe këtu do të dalem pak më vonë. Te kjo çështja e pra, toka është publike. Sipas hartës që ka publikuar, toka e hotelit Zigzag është publike. Nuk është private. Pasi publikoj këtë hartë, Edi Rama e shkarkoj me tërbim. Vazhdo me tutje. Kthej prapë të hoteli, se ajo është, hoteli duhet ta shohin se si ndërtohet paraj sa shife. Fantazia e tij. Pra, për 3 vite, Isa Aliu, bashkë me noterin, nuk e kanë ditur se për regjistrimin në ASHK duhet kontrata e shitblerjes. Nuk ka. Dhe raporti vlerësimit. Por pozicioni ku është bler toka le shumë për të dyshuar, disa gjëra që janë nga Edi Rama. Tokën e pretenduar nga Edi Rama. Ndërsa dyshimi fort mbetet se kjo tokë është brenda kufive për të cilën Edi Rama, e ndjera Aneta Rama dhe Olsi Rama pretendojnë, bashkë me gjinsin kolegat tjerë. Po me ata me rëveshme, kur vjedhin toka, ndajnë me një tjetë pasaj. Ne nuk kemi mundur të gjejmë shitësit. Nuk ekzistojnë. As mënyrën se si e kanë përfituar shitësit këtë tokë. Është rasti I parë në histori, kur ka blerës pa shitës. Se ky Aliu, ose është nga Kavaja, ose nga Elbasani. Këm njeriu të vetin vunon nuk ka. E kuptoni? Çfarë ndodh në shtetin e mafjes? Në certifikatën e regjistrimit zëri kadastral është shënuar pemtore. Prisni, është shënuar pemtore. Në një vend që ka pasur absolutisht vetëm shkurre, më vje keq, ja, shqipeni. A mund të imagjinoni ju tani, shikoni, është 5 shkurre, se e kam dhe foto tjetër, po kjo e tregon bukur. Është 5 shkurre. Tani, nga na dolen bache, këtu ku do ka shkurre. Dhe dihet që ai që ka bë projekt, ai ka për shkurre. Pemtore. Na duhet pemtore, tani ta quajmë, po. Pra, në rast se nuk do ishte shënuar e tillë, çdo lloj forme përfitimi, qoftë me AMTP, qoftë me trashëgimi, do ishte pamundur të posedohej, pasi në vuno janë ndarë me ligjin 7501 vetëm ullishtet. Ndërsa për pronat e tjera që janë në proces gjyqësor, ose nuk kanë mundur të provojnë procesinë, pasi kullotat nuk kanë qenë në pronësi të askujt. Tani, duhet jemi pak të vërtet. Kullotat nuk kanë qenë komunale. Në ligjin e perandorisë, toka, ajri dhe deti I përkishin perandorit. Ai I jepte ato me lizing për mirëqenjen e qytetarëve. Kjo është e vërteta absolute e perandorisë otomane. Në kuadrin e saj, sigurisht në shkallën e një autonomie të themi, si thot
Stavros Kendi, i pavdekshëm në studimet e tij për Republikat e Alpeve, në zonat e Alpeve, që thot ishin si po thuj si Republika Autonome. Kishte një treg, megjithëse Perëndori ushtronte edhe aty pushtetin, por kishte ca lesira, një treg toke, dhe pastaj pjesa tjetër ishte gjithçka e Perëndorit. E Perëndorit. Po, komunale, kullotat komunale, hajdi në Alpe ju të qoj, nga të gjitha bjesht janë vetëm 2-3 individuale, të gjitha tjerat janë komunale. Sepse Perëndori kishte përcaktuar komunale. Që të hymë në të vërtetat siç janë. Dhe janë, do të thot, në përdorim. Do të thot janë në përdorim. Me 9 shtator të vitit 2024, famozi Isa Aliu, që tani po merr rreze diellin Dubai pasi është njoftuar tik,